Napoli është kampion Italie, ti Alaj e ke rushje puni dhe. Napoli ka fitu kampionatin. Napoli vjen kampion. Si s'po shef gjo me sy 4 vjet, tani thu. Ti bëjmë ne kështu, po s'funksionon kështu më. Gjo me sy 4 vjet, më fal, vjet që fituam Superkupën, nuk ishe optimist fare, me që pas ka kaq shumë rëndësi për ty. Superkupën që fituam vet. Ça ishte trofe më? Po pse po e çu zonën tani pra? Që u eliminun nga Superkupa, vjet, si ishte gjë? Sepse i vetëm me kampionat dhe atë dhe për atë nuk e ke ekipin. Napoli si e fitoi vjet titullin morse më çmon e mor valla. Sa pjesë se me këtë nuk merrem me ty. Po më shumë gola shënoi Inter jo. Nuk e gjejmë dot rrugën me ty. Kishte ekip më të mirë se Interi Napoli vjet. Vazhdo Bieri me i vën Bieri fylli. Ajo është logjika, logjika kur përdoret logjika, bazohet ke faktet. Logjikën u shoh çka ka Milani, në stol dhe në fush. Ta tregova renditjen. Ke 6 lojtarë që s'duhet veshin falet me Milani. Ta tregova renditjen e sezonit kaluar, mas 16 javëve të para Napoli ishte i treti. Napoli ishte i treti. Si e mbylli mo zoti Cicani? Këtë bërtitje që po boti sot e ke bo për jo. Po i përshtatem. Se unë do ta gjej fix, e ke bo fix për Manchester Unitedin 6 javë të para. Këtë lloj të bërtitme. E vërtetë është, mohoj. Njësoj do përfundosh si vjet. Njësoj. I mërzitur rrugën tënde që je punon. I mërzitur ku po akuzojmë pse mbështes Milanin si tifoz i Milanit. Jo, flit tamam. Jo se mbështet. Po të thash që është ekipi më i mirë në Itali, jo, nuk të thash. Rendita që të kam bërë unë ka qenë Milan, Napoli, Inter, Roma. Për të fituar titullin është okay. A kemi folur apo s'kemi folur? Çfarë duhet ti Milan? Çfarë duhet? Mbrojtje. Qofse nuk i blen, çfarë? Mbrojtje. Çfarë do ja dalim me këtë mbrojtje? Çfarë them unë?